Mund t'ju përgjigjem në gjuhë angleze? Pra, është shumë e vështirë të analizohet e tërë ndeshja, ishte mrekullueshme, pabesueshme. Në pjesën e parë besoj që kemi bërë ndeshjet mrekullueshme, kur flasim për pjesën e dytë, 15-20 minuta kanë qenë vështira për ne. Do të kemi parasysh doherë që skuadra tjetër janë në nivelit më të lartë, janë lojtarë të mrekullueshëm, të pabesueshëm. Në 8 vjet e fundit kanë shkuar në finale të Kupës së Botës, të kampionatit botëror, të ligave të ndryshme të botës e të tjerë. Por, të jemi sinqert, kur barazoni, si që thuni, ju meritoni, edhe të fitoni. Por nuk ka lidhje, nuk ka gjë. Ishte senzacionale dhe natyrisht do të mbaj mend këtë ndeshje për tërë jetën time. Edhe pse në Shqipëri jam i shumë krenar e për këtë çfarë kemi bërë edhe për kranë që kemi marrë edhe të gjithë ata që kanë ardhur për ne, me të vërtetë kanë bërë një punë të mrekullueshme edhe për stafin kjo ka rëndësi shumë të. It's okay to be Portuguese because the game is Brazilian and I want to in English. The problem with Portuguese, we don't have a... Zotëriu thotë që dëshiroj të bëj një pyetje në gjuhë portugese. Mund ta përkthej atë, do ta përkthej në anglisht. I would like to hear Silvino speaking. Dëshiroj të dëgjoj Silvinion që të përgjigjet në gjuhën portugese. Nuk kemi përkthim, do t'ju përkthej ju. Edhe një pyetje të shkurtër, ta bëjmë. I would like to know what is the feeling about one game like today. You are so proud. Çfarë është ndjenja juaj për një ndeshje sikurse sot? Ju jeni shumë krenare dhe përkrasin, fansit janë përkras për rezultate nuk është fitore, por është vërtet një barazim shumë i rëndësishëm. Cila është ndjenja të cilën e keni ju për kombin? Dhe paksa të na thuani për Brazilin. Pra para disa vitesh Brazili ka pranuar gol nga Kroacia para mbaruar dhe tani Shqipëria ka dhënë gol disa minuta dhe sekonda para mbarimit të ndeshjes. Mund të reflektoni diçka në lidhje me këtë? Po, do ta bëj, do të tentoj të jemi shkurtër. Po, jemi krenar, kombi, shqiptar duhet të krenar mbi rezultatin dhe mbi lojën e skuadrës. Nuk flasim për tërë ndeshjen, 90 minuta është e vështirë të analizohet çdo gjë, kemi bërë mirë dhe jam krenar me lojtarët e mi. E kanë lënë çdo ç'i kanë patur në fushën e ndeshjes, me të vërtetë kanë luftuar shumë. Lojtarët kanë luftuar atë shumë, kanë qenë mrekullueshme dhe ne e përfaqësojmë popullin ton. Dhe kur flasim për Brazilin, po, unë jam brazilian dhe në kampionatin e fundit botëror kemi humbur kundër Kroacisë. Unë kam qenë duke punuar në Brazil në të momente, por siç kam thënë më herët, Kroacia është dashur të them, Kroacia është me të vërtetë në gjendje shumë të mirë në 8 vjet e fundit, lojtar shumë të mirë, trajner të mrekullueshëm, me të vërtetë janë në skuadër e vështirë. Me vjen keq për Brazilin atë çfarë ka përjetuar, por patjetër që kam patur një kundërshtar të vështirë. Zotëriu në mes, përsëri pyetja. Ja, hallo. Frage zu Klaus Chiazula. Wie haben Sie ihn heute gesehen? Doja t'ju pyesja mbi golin e Gjasules, golin që cilin ja dha vetes vetë dhe atë golin tjetër që dha ai kundër Kroacisë. Shikoni, dëgjoni, ai është një lojtar me përvojë, të cilin e kemi sjellë në kombëtare pasi është i gjatë, ka përvojë, ka shumë aftësi të mira teknike, natyrisht në jetën e tij futbollit ka shumë përvojë. Dhe ndeshja ka qenë shumë e çmendur, mund të themi që dinamika, intensiteti i lojës është aq i madh dhe ju kur vendosin të vendosin atë në lojë, kur merr vendim që ai të futet në lojë, ai ka tentuar që të përcjell dinamikën e lojës, por në fund ai ka dhënë një dhuratë për të gjithë kur e ka shënuar golin, çfarë dëshiroj t'ju them, që është shumë e vështirë që të futeni në ndeshje kur e keni një ndeshje në lojë aq të hapur, në nivel shumë të lartë dhe
me të vërtet kjo është diçka shumë e vështirë që të kemi një dinamikë të duhur të lojës, ka qenë vështirë dhe për dua t'i falenderoj në fund ai na ka shënuar gol dhe na ka ndihmuar shumë. Zotërin nga Associated Press. Ju keni patur avantazh me një gol në pjesën e parë dhe pastaj situata ka ndryshuar dhe pastaj përsëri ka ndryshuar në fund të ndeshjes. Në fund keni fituar vetëm nga një pikë, ndoshta një jo në rezultati mrekullueshëm, duke marrë parasysh problemet që do i keni në ndeshjen e fundit. Si do të bëni përmbledhjen e ndjenjave tuaja në lidhje me rezultatin? Keni patur avantazhin, keni humbur, pastaj keni nxjerr disi barazimin dhe keni një pikë vetëm. Dëgjoni, unë kam biseduar me Federatën Shqiptare të Futbollit edhe në disa intervistat të ndryshme kur flas për Shqipërinë, ne duhet që të kënaqemi në evente të tilla, janë të vështira, ne jemi këtu vetëm herë të dytë. Ajo çfarë i premtoj lojtarëve dhe dua t'i premtoj popullit është që ne luftojmë për çdo moment, për çdo pjesë të lojës. Dhe natyrisht unë e respektoj kundërshtarin, është një skuadër shumë e fuqishme, por duhet të them që kemi merituar të fitojmë. Pra duhet që megjithatë ne të luftojmë për çdo pikë, është me rëndësi për jetën tonë, jetën e vendit tonë, jetën e federatës. Edhe me të vërtetë është diçka që kemi bërë mirë, jam krenar me lojtarët, jam gjithashtu krenar që federata dhe i tërë populli ka arritur të gëzoj këtë momente. Pyetja fundit? Përshëndetje. A keni pritur ndoshta më shumë nga skuadra kroate? Është shumë e vështirë kur analizoni ndeshjen, kur e fshin vetëm rezultatin. Për shembull, nëse Gjasula nuk do shëronte, do ishim shumë të pikluar dhe në Kroaci njerëzit do kishin thënë ndeshje mrekullueshme. 2 gole në 5 minuta, wow, e mrekullueshme. Ne, tani flasim për pikë teknike kur analizoni ndeshjen. Nuk ka lidhje dhe rezultati, duhet që të shikoni, të vlerësoni ndeshjen, për shembull Spanja dhe Kroacia. Kroacia nuk ka luajtur keq, por Spanja në 2 minuta, apo 2-3 minuta ka shënuar 2 gola. Dhe natyrisht ky nivel i lojtarëve është shumë i vështirë. Pasi ju shënoni 3 herë, gol pas goli, për ta kthyer golin në favor tuaj. Dhe natyrisht në Spanjën, kur flasim për ndeshjen, do flasim për ndeshjen, jo për rezultatin. Këtë pasdite, duhet t'ju them që ne kemi tentuar që të mbrohemi mirë dhe kemi tentuar të bëjmë dhe bëni një mbrojtje të mirë, është të vështirë për anën tjetër që të krijojë ndonjë situatë të tillë. Besoj që ka qenë skuadra jonë, ne kemi bërë lojë të mirë, duke mbrojtur shumë mirë, jemi mbrojtur mirë, kundër ndeshjes së vështirë, lojtarëve të paimagjinueshëm. Përpos 15 minuta, përpos asaj pjesë prej 15 minutash në pjesën e dytë ka qenë vështirë, është vështirë të analizohesh çdo gjë kur flasim për Kroacinë, Kroacia ka të respektin tim. Ju falenderoj shumë. Do kthehemi me trenerin kroat.